Në qendrën e votimit 0220 në shkollën Angel Gjoni, procesi i votimit ka nisur sipas planifikimeve. Komisionerët dhe administruesit të tjerë kanë filluar punën në orën 7 të mëngjesit. Jemi këtu në qendrën 0220 për të parë se sa është hapur me kohë kjo qendër, pra në zgjedhjet e balotazhit në qytetin e Gjakovës. Këtu pra meje kam edhe menaxherin e kësaj qendre, i cili do të na tregon për më shumë detaje. Përshëndetje. Përshëndetje. Na tregoni se sa është hapur me kohë dhe e bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Gjitha përgatitjet janë bërë sipas planifikimeve. Qendra është hapur me kohë në ora 7:00. Sa vend votime janë dhe sa të drejtë vote kanë në këtë qendër? Në shkollën tonë janë 3 vend votime dhe janë 2460 votues të mundshëm. Procesi i votimit në këtë qendër po zhvillohet i qetë dhe pa probleme, ndërsa qytetarët po i drejtohen kujtive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre sipas rendit dhe rregullave të parapara. Ndërsa në këtë qendër votimi të drejtë vote kanë gjithsej 2460 qytetarë.